Sot vetëm një barazim 0-0, ndoshta ajo ndeshja më mirë në sajt. Ti e drejt, nuk ishte 100% nuk ishte ndeshja më mirë nga neve. Çfarë mungoi sot për mendimin tim ishte ritëm lojës. Nuk kishim në ritëm si kishim to 4 javë. Nga fillimi ndoshta pastaj pjesë duhet ishim pak më mirë, por nuk ishim në ritëm lojës. Edhe tu jam pak nuk jam kënaqur, por çdo pikë ka vlerë, vetë është gjatë. Edhe ndoshta edhe një pikë nuk është e keq, por patjetër nuk kemi kënaqur me një pikë. Të njëjtë gjyqtar si ndeshje me Rogozhinën, pavarësisht të sot disa konstime, pamë të shkuar në fund atje. Jam pak mërzitur edhe unë asnjëherë nuk komentoj arbitër. Sepse edhe arbitër ka presion, edhe arbitër mund të bëjë gabim si neve, si unë, si lojtarët. Edhe unë kam shumë respekt për federata futboll shqiptar, por isha pak mërzi sepse edhe kundër atje ishte një gabim i madh. Tani prap nisoj arbitër edhe sot shumë faul kundër ne për tutas, unë isha pak, për mua ishte pak çuditshme pse, edhe kjo ishte situata edhe muhabet me arbitër, por edhe një herë pastaj pranova edhe unë sepse çfarë mund të bësh, marrojnë ndeshje dhe kjo është situata. Megjithatë pas 5 javë sërish pasana shkruaj pas gjithë. Po patjetër nuk mund të them asgjë, jam kënaqur nga to 5 javës, veç sot. Sot mund të bëjmë pak më mirë patjetër, por jam kënaqur nga çunat, nga to sakrifica, nga to lojës 5 javës. Edhe sot prap çunat e di si do luftoj për pikën, sepse nga fillimi unë tash çdo pikë ka vlerë. Kampionati është shumë i gjatë, shumë i vështirë. Edhe nere do vazhdojmë të luftojmë deri në fund.